الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Lavdi, falënderimi dhe adhurimi i takojnë Allahut, krijuesit absolut të gjithësisë. Vetëm atij mbështetemi dhe vetëm prej tij kërkojmë faljen e mëkateve tona, mbulimin e tmetave tona, si dhe pranimin e veprave tona. Salavatet, selamet dhe përshëndetjet më të përzemërta dhe më të sinqerta çdo herë dhe pa ndërprerje ja adresojmë Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë pasuesve të traditës së tij deri në ditën kur nuk do të ekzistojë më kjo gjësi. Besimtarë të nderuar, jemi duke trajtuar jetëshkrimin e Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam. Kemi folur për sekuencat më të rëndësishme të jetëshkrimit të tij. Dhe javën e kaluar kemi treguar se si mushrikët e Mekës pas vdekjes së Ebu Talibit, axhës së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, i intensifikuan pra metodat dhe mënyrat e dhunimit të profetit Zotit sallallahu alaihi wasallam dhe kaluan nga niveli i dhunimit verbal, pra me fjalë, në dhunimin fizik të tij. Sepse deri para vdekjes së Ebu Talibit, ata nuk kishin mundësi që ta dhunonin fizikisht pejgamberin ton të dashur alayhi salatu wassalam, nga se Ebu Talibi kishte peshë të madhe shoqëri, fjala e tij zinte vend dhe ishte një mbrojtje e fuqishme fizike e profetit Zotit alayhi salatu wassalam. Pasi që u ngushtua rrethi, u vështirësua situata, atëherë profeti i Zotit sallallahu alaihi wasallam e kishte pothuajse të pamundur që të thriste më për në rrugën e Allahut fuqiplot. Nga se në njërin anë i vdiq mbrojtja politike dhe sociale që ishte Ebu Talibi, në anën tjetër i vdiq mbrojtja dhe përkrahja shpirtërore dhe materiale siç ishte Hatixha, gruaja e tij, dhe në një farë forme mbeti i vetëm, pa përkrahje. Ndonë se kishte besimtarë që e pasonin dhe e besonin, por ishin të pafuqishëm për ta ndihmuar në këtë drejtim, për ta mbrojtur edhe politikisht, por edhe materialisht, sikurse e bëri Ebu Talibi dhe Hatixha radhiyallahu anha. Atëherë e mori vendimin që të transferojë në një vend tjetër, e që ky vend ishte Taifi. Dhe arsyeja kryesore që profeti i Zotit sallallahu alaihi wasallam vendosi që nga Meka të shkonte në Taif ishte kërkimi i një vendi tjetër ku lirshëm do të thriste për në rrugën e Allahut fuqiplot. Nga se po të mos ishte ngushtimi i situatës, po të mos ishin vështirësitë e krijuara dhe mbyllja e të gjitha dyerve të thirrjes, të davetit nga ana e tij, atëra ai nuk do ta braktiste Mekën kurrë, nuk do të kishte nevojë që të shkonte në Taif apo në një vend tjetër që të thriste për në rrugën e Zotit fuqiplot. Por pejgamberi ynë i dashur alayhi salatu wassalam, thirrjen për në rrugën e Allahut, davetin e kishte sikurse ne e kemi gjakun për trupin apo ushqimin për trupin. Pra ushqim për të ishte thirrja për në rrugën e Zotit. Andaj s'mund ta paramendon të jetën e tij i ngujuar, i penguar, që të mos kishte mundësi të thriste për tek Allahu fuqiplot. Sepse pejgamberët e Zotit shquheshin me përmbushjen e misionit të tyre. Prandaj Allahu kur flet për Nuhun alayhis salam në surën Nuh, ai tregon se si Nuhu alayhis salam i ka përdorur gjitha mekanizmat e mundshëm, edhe e ka shfrytzuar çdo kohë që ka pas mundësi për me i thirr njerëzit në rrugën e Zotit. Prandaj Allahu tregon e thot për Nuhun alayhis salam se si ai e shprehte indinjatën e tij, po njerit edhe kërkesën e tij tek Zoti i Madhërisëm që ta ndihmonte në këtë drejtim, pra përballë popullit të tij. Qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara lam yazidhum du'ai illa firara. O Allah, unë e thira popullin tim, pra e ftova për në rrugën tënde mëngjes e mbrëmje. Kjo shprehje mëngjes e mbrëmje tregon se Nuhu alayhis salam e ka shfrytzuar çdo kohë të mundshme për me i thirr njerëzit në rrugën e Zotit. Falam yazidhum du'ai illa firara, por sa më shumë që i thrisja,
Sa më shumë që i këshilloja o Zot, aq më shumë largoheshin prej rrugës tande. E çuditshme. Pra ka pejgamber që janë ballafaquar me kësi lloj sprovash. Sa më shumë që i kanë thirr njerëzit në rrugë drejt, aq më tepër janë larguar. Për shkak se nuk ja kanë ditë vlerën as pejgamberit të Zotit, as mesazhit të Zotit. Në një farë forme janë bë edhe më mendjemdhënj se sa që kanë qenë. Edhe pejgamberi i dashur, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ka thirrë vazhdimisht, madje dietarët kur e analizojnë jetëshkrimin e tij, tregojnë se në çdo rrethon dhe në çdo situatë jetësore ka ftuar në rrugën e Zotit. Edhe në paqe, edhe në luftë, edhe në shëndet, edhe në sëmundje, edhe në pasuri, edhe në varfëri, edhe në vend, edhe jashtë vendit. Pra, në çfarë do lloj situate që ka qenë pejgamberi i dashur, alayhi salatu wassalam, ai nuk e ka ndalë kur thirrjen për në rrugën e Zotit. Këshillën, ftesën, proklamimin e mesazhit të Allahut subhanahu wa taala. Aq sa e ka stërmundu veten për me pranu islamin të tjerët, derisa Allahu ka ndërhyrë nga mbi 7 katë qiej. Edhe i ka thonë se ti nuk i ke obligim me shkatru veten. Obligimi yt është me i thirr njerëzit, por jo me stërmundu veten. La'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Në surën Ash-Shu'ara Allahu tregon se si e ka këshilluar pejgamberin ton të dashur, alayhi salatu wassalam, që të mos e stërmundoj veten, të mos e shkatroj veten pse njerëzit s'po bëhen musliman. Pse s'po e pranojnë islamin. Edhe i ka thonë la'allaka bakhi'un nafsak. Shprehja bakhi' është qatil. Domethënë ti sikur po e vret veten tënde nga dëshira e madhe, nga elani i fuqishëm për me pranu islamin të tjerët, por udhëzimin e ka në dorë Allahu. Andaj ti mos e stërmundo veten tënde, ti thjesht proklamoje mesazhin e Allahut. Thirrni njerëzit në rrugë të Zotit, udhëzimin e ka Allahu në dorë. Wa ma alayka illa al-balagh. Ty nuk përket vetëm se transmetimi o Muhammed. Por kaq shumë ka dashur me i pa njerëzit të udhëzuar, me i pa njerëzit në xhenet, sa që edhe gjumin se ka bërë rahat për ta. Edhe ushqimi nuk e ka ngrënë rahat për ta. Ka pësu dhe çrregullime ndoshta emocionale në vetvetet pa nevojshëm, e ka stërmundu veten. Derisa Allahu ka ndërhyrë dhe i ka thonë mos e shkatro veten për me i pa ata musliman. Nga se kjo nuk të përket ty. Do të me qeni kujdesshëm për shëndetin tënd, për familjen tënde, aq sa do të jesh i kujdesshëm edhe për thirrjen për në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Pa kjo tregon interesimin e madh që ka pas profeti i Zotit alayhi salatu wassalam që njerëzit me udhëzu. Prandaj kur është vështirësuar situata në Mekë pas vdekjes së Ebu Talibit me theks të veçantë, atëherë i është penguar edhe daveti mos ka pas më mundësi me thirr në rrugën e Allahut. Edhe ka vendosur me shkon Taif. E nëse do të flasim për shkaqet kryesore të përzgjedhjes së Taifit si një qendër e re e thirrjes për në rrugën e Allahut, sipas asaj që e ka vlerësuar pejgamberi i dashur alayhi salatu wassalam. Por para së gjithash, dua të nxjerr një dobi këtu. Nga vetë fakti që pejgamberi i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka vendosur që me braktis Mekën, me shkon Taif edhe me thirr rrugën e Allahut. Për shkak se i është pamundsuar thirrja në Mekë, kjo tregon se një thirrës, një hoxh, para së gjithash një dietar, por edhe një xhamatli i thjesht, në qoftë se në vendin e tij i pamundsohet thirrja për në rrugën e Allahut, pra nuk mund të jetë produktiv, i kufizohen gjitha mundësitë e thirrjes për në rrugën e Zotit, atëherë ai e ka për detyrë me ndryshu vendin, vetëm me qenë produktiv, pra me zgjedh një vend tjetër nëse është nevoja, edhe me shku atje me qenë produktiv me thirr për në rrugën e Zotit, nga se muslimani e ka për detyrë me qenë produktiv. E profeti i Zotit sallallahu alaihi wasallam ndonë se Mekën e ka pas më të dashurën për zemrën e tij, sepse vendlinja e çdo herë është vendi më i dashur. Për secilin prej nesh, vendlinja është vendi më i dashur. Prandaj kur ka bëu hijret në Medinë prej Mekës, pasi që e ka braktis Mekën, është kthy ka Mekë dhe i ka thonë: "Oj Mekë, oj tokë bekume. Mos më detyru mu largu prej teje kur s'kisha braktis." Por e ka pas detyrume. Edhe në Taif është nisë për me kriju një rreth të ri, me i thirr njerëzit në rrugën e Zotit. Arsyet që i ka përgjithë Taifin janë të shumta, duke filluar nga arsyeja fetare. Për arsye se
Taifi është njohur me fe, normalisht të idhujtarisë, sikur se është njohur edhe Meka. Pra, ashtu siç Meka i ka pas putat e vet, edhe Taifi i ka pas putat e vet. Ka qenë vend me ndikim. Për shembull, një prej putave prej zotrave të rajshëm tyre ka qenë edhe Lati, edhe Allah e përmend në Kur'an. E Lati ka qenë i vendosur në Taif, nuk ka qenë Mekë. Hubejli ka qenë sipas tyre zoti kryesor, idhulli kryesor i banorëve të Mekës. Ka pas edhe 359 idhuj tjerë, por Hubejlin e kanë pas kryesorin. E në Taif ka qenë Lati. Edhe banorët e Mekës kur janë betu për Latin, për Ozan, për Menatin, për Hubejlin e kështu me radhë. Prandaj Meka ka pas fetarisht ka pas prestigj në radhët e banorëve të Mekës dhe të gadishullit arabik në përgjithësi. Pra është quar si vend fetar asë kohë, por idhujtarisë. Në aspektin gjeografik, ka qenë shumë i përshtatshëm për arsye se vetëm 80 km larg Mekës është Taifi. Edhe kjo i ka konvenu pejgamberi dashur, Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, për arsye se ka qenë afër Mekës dhe nuk ka pas dëshirë me u shkëput krejtësisht për Mekës, për realitetit Mekës, për asaj që do të ndodhë Mekë. Por në një të ardhmë të afër ai ka ditë që Mekja do të pastrohet së shpejti nga idhujtaria. Andaj do ta kishte shumë më të lehtë me u kthy në Mekë, e kështu me radhë. Nga aspekti sociologjik, Taifi ka qenë shumë vend i rëndësishëm për arsye se ka qenë vend i fuqishëm. Ka qenë vend i fuqishëm edhe ekonomikisht, por edhe ushtarakisht. Ekonomikisht ka qenë i fuqishëm për shkak se janë shquar me bujqësi. Mekja është shquar me blegtori, janë marrë me dhen, janë marrë me deve. Për shkak të klimës së papërshtatshme për bujqësi. Ata s'kanë punu tokë. Por Taifi e ka klimën më të njohur, ka më shumë treshura. Edhe kanë pas më shumë toka të përshtatshme për bujqësi. Prandaj ata janë shquar me bujqësi. Edhe ekonomikisht kanë pas marrëdhënie të mira me Mekën. Sidomos fisi Benu Makhzum, fisi e Ebu Xhelit, ka pas marrëdhënie të mira me fisin e Thaqifit të Taifit. Kanë pas bashkëpunime tregtuese, ekonomike. Ushtarakisht, Taifi ka pas ushtrinë gjithmonë të fortë. Saqë kur pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam kur vjen çrimi i Mekës, të gjitha vendet përreth Mekës dorëzohen edhe e pranojnë dorëzimin ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam përpos Taifit. Taifi se pranon. Po kur vjen më vonë shirohet Meka. Pse se pranon se ka pas ushtrinë e fortë? Ka menduar që mundet me mposht Muhamedin sallallahu alaihi wasallam. Prandaj një muaj ditë e ka rrethuar Resulullah me ushtrinë e tij, madje me krejt ushtrinë e tij Taifin. Derisa pas një muaji janë dorëzuar dhe janë nënshtruar Allahut dhe Resulullahut sallallahu alaihi wasallam. Kjo tregon që Taifi ka pas për herë ushtri të fortë. Edhe historikisht shumë më herët, kur ka ndodhur ngjarja e elefantit që e kemi treguar shumë më herët, edhe e kemi trajtuar atë prej ushtrisë që është bashkangjit atij mbretit të Yemenit, atij zullumçarit që është nisë me shkatru Qabën, në kohën e gjyshit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, Abdul Muttalibit, një prej ushtrive më të fuqishme që i ka përkrahur ata, ka qenë ushtria e Taifit, ka qenë ushtri e madhe. Prandaj e ka pas shumë të rëndësishme për të ardhmen Resulullahu sallallahu alaihi wasallam Taifin që ta përzgjedhë si një vend ku sipas tij njerëzit do ta pranonin fen, do ta pranonin thirrjen e tij dhe do të udhëzoheshin, do të krijojnë një qendër e re e thirrjes për në rrugën e Zotit fuqiplot. Këto ishin arsyet kryesore që pejgamberi Allahut e zgjodhi Taifin. Normalisht Resulullahu sallallahu alaihi wasallam nuk ka fol kur gjë nga hamendja, e jo më me vepru diçka nga hamendja. Allahu thon Kur'an: "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Ai kur s'ka fol diçka nga hamendja, nga vetvetja e tij, por çdo gjë që e ka fol ka qenë shpallje nga Allahu subhanahu wa taala. E nëse çdo gjë e ka fol rreth fesë me shpallje, a mund të paramendohet që ka vepruar diçka pa shpallje? Absolutisht jo. Prandaj edhe përzgjedhja e Taifit si një vend strategjik për të ardhmen ka qenë me shpallje nga ana e Zotit Madhërisht. Po çfarë ka ndodhur Taif? Si e kanë prit? Çka ka përjetuar? Është çështje që me lenin Allahu do ta diskutojmë javën e ardhshme. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.